Policia e shtetit me rregullore të re përveç shoqërimit efektivit i shtohet e drejta e ndalimit. Rregullore re botuar në fletoren zyrtare shtohen kompetencat e policisë së shtetit dhe detajon me hollësi mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë, si dhe risitë e pranimit të donacioneve dhe lejimin e mësimdhënies. Efektivët duhet të identifikohen tek qytetarët dhe t'i informojnë paraprakisht për arsyeën e ndalimit, duke i kërkuar fillimisht zbatimin vullnetar të urdhrit të ndalimit dhe zbrazjen e mjeteve të rrezikshme. Mënyra e zbatimit të ndalimit përkohshëm policor përfshin shoqërimin në këmbë nga vendi ku ndalohet personi deri në strukturën përkatëse policore, ose me automjetin e shërbimit policor apo mjete të tjera që merren apo vjen në dispozicion të policisë. Në disa raste të veçanta, kur verifikimi i identitetit personit nuk është i mundur, struktura përkatëse policore bën publike pamje, regjistrime ose përshkrime të personit për të mundësuar identifikimin e tij, duke i shfaqur në media të shkruar dhe ato audiovizive, vendore dhe kombëtare, pra që sa është e nevojshme. Rregulloria përcakton gjithashtu veprimtaritë e lejueshme private për punonjësit e policisë që mund të kryen jashtë detyrës dhe që nuk përbëjnë konflikt interesi dhe që nuk lidhen drejt për drejt me veprimtarinë policore. Llojet e veprimtarive private mund të jenë nga në mësimdhënia deri te kurset profesionale, palestra sportive, menaxhimi i bizneseve, konsulencë në fusha të teknologjisë, menaxhimit të projekteve, jashtë veprimtarisë policore, investime në pasuri të paluajtshme, veprimtari imobiliare, dhënie me qira, shitje dhe blerje të pronave. Në asnjë rast ushtrimi i veprimtarive private apo dytësore nuk duhet të ndikojë në ushtrimin e detyrave, kohën e punës dhe veprimtarinë policore.